Në lagje e Rilindja në Vlorë, infrastruktura rrugore e degraduar edhe më shumë. Banorët që prej vitesh nuk po gjejnë zgjidhje, nuk kanë më shpresa e një pjesë e tyre po mendojnë seriozisht të mos dalin në votime më datën 11 maj. Në fakt, një pjesë e segmentit rrugor në brendësi të saj u asfaltua, por çudia ndodh sërish teksa sipas banorëve të zonës, ato rrugë që u rehabilituan brenda një muaji u çan sërish, duke u kthyer në gjendjen e mëparshme. Nga asfalti, rrugët e lagjes u kthyen gjithë gropa e nën pushtetin e pellgjeve të ujit. Të tilla kanë qenë edhe këtë të hënë të 5 majit, gjatë vëzhgimit realizuar në teren nga televizioni 6+ Vlora gjatë paradites. Sipas banorëve, të gjithë segmentet rrugore në brendësi të këtij bloku banimi janë shkatëruar totalisht. Banorët thonë se ato janë kthyer në të pakalueshme, teksa situata rëndohet më tepër gjatë ditëve me rreshje shiu. Ndërsa në ditë të zakonshme, pluri është prezent e shumë shqetësues njëkohësisht për ta. Për banorët duhet ndërhyrje sa më shpejt në rehabilitimin e segmenteve rrugor, pasi janë kthyer në një makt veçanërisht për drejtuesit e automjeteve. Bashkia e Vlorës parashikoi në buxhetin e këtij viti një projekt për rehabilitimin e lagjes Rilindja, por ende nuk dihet se pse nuk po zbatohet projekti që do të rehabilitojë këtë rrugë. Megjithatë, duket se kjo situatë nuk pret më, pasi banorëve u ka shkuar ku nuk mban më. Duhet një ndërhyrje sa më shpejt për rehabilitimin e segmenteve rrugor, në mënyrë që bloku i banimit në të cilin jetojnë çdo ditë qindra familje të rikthehet në normalitet.